trimat shqiptar, gra dhe meshkuj, ndaq edhe në Preshev, në Medveq, në Gjakov, kudo që janë, duhen mbështetur fuqimisht. Unë thjesht jam një shqiptar, si pas emrit, dallohem që jam orthodoks, por jam shqiptar. Sepse, e them këtë, sepse sërbët në ato zona pikërisht, prandaj luftojnë shqiptarët se janë ortodoks. Janë të krishterë, por në realisht janë shqiptarë. Dhe nuk është problem feje, po është problem për ta zbrazur trojet shqiptarë nga shqiptarët. Se nuk ju intereson as ju bën përshtypje për besimet fetare. Ato janë kot, janë bulesa, sa për të thënë me fjalë, për lufta bëhet kundër shqiptarëve. Kundër gjuhës shqipe, që me të drejtë me fjalë, që e thekson edhe i nderuar Isa Zanguri, dhe unë jam i bindur për këtë gjë. Është gjuha e natyrës, edhe emri im është emri i natyrës, Harallan Kota, sepse më sulmojnë edhe në Facebook, thonë ti je sërb, ti je grek, ti je vle, ti je arumun, nga emri. Po Harallan do thot ardh dhe lamba, dritë e ardh në gjuhën shqipe, sepse lamba është një fjalë e natyrës, lamba. Dhe lamba do thot lampa, dhe kur mblodhen ata burrat e vjetër 1000 mijëra vjet përpara, që ndezën një bishtuk, ju tha njëri tjetrit, drita, nga lam e pa, lampa, dhe lindi emri lambi, lamba, lampa. Këta nuk e kuptojnë. E njëjta gjë, mbështes fuqishëm shumë adetar tanë që janë në jug. Më thonë, nga emri, je grek, more si neve, ke unë bërbachen. Këteje si për në Voskopoj, Shqipëria Mesme, Myzeqe, Tiran, më thonë je vle harumun nga emri, pra lufta kundër shqiptarve bëhet në të gjitha format. Bëhet në ato forma. Të më thonë, nuk kemi armiq vetëm aty që janë jashtë kufirit, po i kemi armiq edhe brenda kufirit. Janë misionar të fshehur dhe brenda Shqipërisë që paguajnë para, marrin para nga Romania, nga Bullgaria, nga Greqia, nga ku munden me marr para për të paguar shqiptarët dhe për t'i marrë deklarimin që jemi grek, jemi vle, jemi arumun, jemi sërb, jemi bullgar. Turqë është tjetër gjë. Po flasim me fjalë për atë pjesë që ne i kemi shtete kufitare, që tentojnë me fjalë të na marrin pjesë nga pjesët tona, do thonë, jo vetëm që s'na lënë që të kthehemi në trojet tona, që ne i kanë marrë qynë 1913-ën, na coptuan dhe ne i kanë marrë, po duan na coptojnë më tutje, na marrin edhe këtu brenda. Këta që janë misionar vle, Zoti i dënoft, duan të na marrin Myzeqen, duan të na marrin Voskopojën. I thot ai në një emision të Top Qellit që e dërgon në Dardh, në Drenov, edhe i thot, e qa jeni ju? Treqereku i fshatit thot jemi shqiptar. Me Aleksandr Drenovën, që bëri hymnin kombëtar. Një del dhe thot, jemi vle. I thot kjo gazetarja, tërgu shumë e s'jut. Si thot, për nga erdhët ju, nga ratë ju këtu, na odhi Zoti nga qielli. Po, për çfarë ju duhen këta shqiptarë që shkasin edhe brenda Shqipërisë në këtë deregje? Ju duhen për të marrë vota. Dhe unë s'dua të përmend se kush janë këta lugetër që punojnë kundër gjuhës shqipe dhe kombit shqiptar. Duan vota që të bëhen deputet. Edhe i gënjejnë njerëzit i shkojnë, i ofrojnë para këta persona. Edhe janë shumë aktiv, janë prezent në media. Prezent në media, i thret media, kjo është për çudi. Të gjithë këta lloj personash i thret media. Ai që punon për Shqipërinë dhe gjuhën shqipe,
Jo vetëm që andej ma tanë që zonja ka bërë atë libër dhe shpreh frikën e madhe, jo frikë, sa është guximtare, por që mund të ketë pasoja nga ata atje me fjalë se kështu ka ndodhur, por janë aktiv këtu ke ne, brenda këtu ke ne, janë shumë guximtar. Edhe më thonë mua në Facebook, po pse ju urren ti vlehët, a rumunët, grekët? Unë nuk ju urrej. Unë po flas atë që duhet të flite. Ju na urreni ne, që nuk na doni që t'jemi shqiptar. Tu është ndryshimi i madh. Tash unë kam bërë 2 libra që do t'ju adhuroj, i kam këtu. Një libër është Shqiptarët me pushke pen për gjuhën shqipe dhe më mëdhe. Brenda ke shumë shqiptar atje që i kanë vrarë 14 shqiptarë të vrarë priftërinj dhe mësues, të vrarë sepse u mësonin fëmijëve shqiptar fshehura si gjuhën shqipe që ishte ndaluar, siç ndodh ke ju tashti. Po flasim para se të krijohej shteti shqiptar. 100 ca vjet përpara. 14 vjet të vrarë. Pra, nuk të vret njeri se shpërndan gjuhën e sajuar serbe, gjuhën e sajuar rumune, gjuhën e sajuar greke. Po të vrasin, po që se do mbrosh gjuhën shqipe dhe kombin shqiptar. Edhe një libër tjetër do të dhuroj zoj. Ky është libri Tirana, vendbanimi i hershëm i fisit Pellazgo Ilir të Etrusëve Tyren. Ky libër është promovuar nga shoqata Tirana Nderi Kombit, Kanderin që është presidenti i asamblesë, zoti Shkëlqim, edhe një antar me vlerë i Këshillit Drejtues, Kujtim dhe Dervishi, që tregon me fjalë që Tirana është prezente në këto lloj takimesh. Edhe unë jam antar i Këshillit Drejtues të shoqatës Tirana. Jemi nga familjet e vjetra tiranëse ortodokse shqiptare, që ta theksoj, shqiptare. Dhe libri është promovuar, është përqafuar, tregon një histori me vlerat mëdha për Tiranën, për banorët e Tiranës që i kanë hapur dyert edhe hapësira gjithkujt që kanë në Tiranë. Qyën kohët e hershme edhe në vazhdim, takzoni 2 librat e mia. Kaq kisha, faleminderit që më dëgjuat, e zgjata pak.